Jemi te një kompleks i ri, pasi të kalon reformën dhe DF-n, rruga drejt shkollës ekonomike, do të ndalemi tek Royal Residence 2 për ta prezantuar banesën e radhës. Sigurisht te kjo ndërtesë e bukur nuk mungon infrastruktura moderne, parkingu i jashtëm për banor, si dhe hyrjet e veçanta me dyrë të dyfishta. Objekti ka 2 ascensor për gjarë deri në 8 persona e me qëra fjala ka hapësirë të mjaftueshme edhe për mysafirë. Korridoret janë të pasërta dhe kanë renditje reciproke. Tani jemi në katin e 4 për ta prezantuar fillimisht dhomën e ditës me një hapësirë të mjaftueshme 97 metra katror me 2 dhoma xhumit, si dhe me qasje në terasin kryesore me pamje të bukur nga bjeshkët dhe rruga. E për të filluar ditën, kafja me mëngjesit do të ishte gjëja më mirë për na mungon tavolina me karrige. E tani rikthehemi tek 2 dhomat e xhumit, të cilat gjenden në hyrjet e banesës në ballë, njëra në anën e majt dhe tjetra në anën e djathtë, ku njëra prej tyre ka qasjen e terasin kryesore dhe nuk i mungojnë pamjet që i shikuam më herët. Banesa ka 2 banjo, një të vogël dhe një të madhe. Krahas banjeve në anën e djathtë po ashtu ka një depo për gjësande të ndryshme e mos t'i harrojmë edhe xhamat doppio për dyrë dhe detare, të cilët janë shumë të rëndësishëm për zhurmë dhe 4 stinet. Banesa ka ngrohje qendrore ndryshe me, çmimi është promocional dhe nuk do ta kemi shumë gjatë. Ju mirëpresim.